Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimi qoftë Allahut subhanahu wa ta'ala, salavatet e selamet Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam. Jemi akoma në Ramazan, në këtë muaj i cili e fitoi vlerën e vet, sepse në të u shpall Kurani. Në këtë muaj në të cilin është nata e Kadrit, natë e cila e fitoi vlerën e vet, sepse në atë natë u shpall Kurani. Dhe muslimant e fitojnë vlerën e tyne atëherë kur lidhen me Kuranin. Allahu subhanahu wa ta'ala tha: "Fihi dhikrukum", tek ky Kuran keni rrugën për me ecë drejt. Tek ky Kuran keni dhe pozitën dhe nderin dhe fisnikërinë tuaj. Çdo musliman i cili e kërkon këtë të mirë, le ta dinë se e gjen te Kurani. Dhe nëse na e shikojmë gjendjen e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se si ata e kanë arrit këtë fisnikëri, këtë pozit, duke u lidh ngushtë me Kuranin. Mirë po, shpeshherë lidhja e muslimanëve sot ndryshon nga ajo lidhje që e kanë pas sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me Kuranin. Kurani është fjala e Allahut subhanahu wa ta'ala. Kurani është fjala e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe cilësia e tij. Çdo gjë që ekziston mbi fytyrë tokës është e krijuar përveç fjalës të Allahut subhanahu wa ta'ala, të cilën Allahu ja shpalli Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe i nderoi me këtë fjalë muslimant. Dhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pikërisht me këtë Kur'an u ngritën nga një popull që ishin në atë kohë i lanën pas doret. Në fundin e popujve, kur erdhi Kurani e vërteta, i erdhi atyne drita dhe udhëzimi, se Kuranin Allahu e ka thujt ruhan min amrina, shpirt i cili është i gjallë. Prandaj dhe sahabët me këtë shpirt kur jetun e arritën pozitën mes popujve të tjerë. Dhe kështu se cili musliman i cili e don suksesin në këtë botë dhe në botën tjetër, le ta di se suksesin e ka tek lidhja me librin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Kur ndroi jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasi sahabët jetun me Kur'anin 23 vite me radhë, vazhdon të shpallja e tij tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i orienton të musliman tek ajo që është më e mira. Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Inna hadha al-Qur'ana yahdi", ky Kur'an udhëzon tek ajo që ajo është më e mira për ju. E pasi ndroi jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekri radiallahu anhu dhe Omeri radiallahu anhu vendosin me shku me vizitu Ummu Ejmen. Ummu Ejmen ka qenë ajo grua e cila është kujdes për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur ka qenë i vogël. E pasi ndroi jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajo ishte në moshë shumë të thyer. Dhe Ebu Bekri dhe Omeri radiallahu anhuma i thonë një tjetrit: "Shkojmë ta vizitojmë siç e ka vizituar atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam." Dhe kur shkuan tek ajo, dhe ajo i pau Ebu Bekrin dhe Omerin radiallahu anhuma, filloi me qa. Këto të dy menduan se ajo po qanë për vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i thanë: "O Umejmen, ti a e din se ajo që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tek Allahu, xheneti dhe shpërblimet e tij janë më të mira për të se sa çfarë është në këtë botë?" Ajo i tha: "Veneri, fjala e atyre që kanë jetuar me Kuranin." Ajo i tha: "Nuk po qaj për këtë, por po qaj sepse na është ndërprej shpallja prej Allahut." Kështu e kanë dashur sahabët Kuranin, kështu kanë jetuar sahabët me të, dhe kështu e kanë fituar nderin dhe pozitën duke jetuar me Kuranin. Prandaj edhe muslimani sot në këtë muaj le ta praktikojnë atë që kanë praktikuar ata. Kur t'i lexojnë disa ajete të Kuranit, mos të kalojnë tek ajetet e tjera pa i marrë vesh porosit që Allahu subhanahu wa ta'ala ja drejton se cilit prej muslimanëve në librin e tij.
E kjo gjendje ka nevojë me u korrigju, sepse shumë prej muslimanëve Kur'anin e hapin vetëm në Ramazan. Po edhe nëse e hapin Ramazan, e hapin atë formë me të cilën nuk i fitojnë ashtu siç duhet bereqetet e Kur'anit. Ndoshta kërkon ta lexoj sa më shpejt që ta bëjnë një hatme, ndërkohë që shumë prej dietarëve kanë thënë më i mirë është ai i cili ndoshta nuk din me lexu Kur'anin, ose e lexon vetëm gjuhën e tij, mirë po nën me porositë e Kur'anit. Sesa ai i cili lexon atë shkel e shko, vetëm sa për ta mbyll një hatme dhe me kaq mendon se e ka kry lidhjen me librin e Allahut subhanahu wa taala. E pastaj e vendos diku, ndoshta të mbështjellën mirë në një çoshe të shtëpisë dhe deri në vitin e ardhshëm ai Kur'an nuk hapet. E kështu nuk kanë qenë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur'ani, ato e kanë besuar se është fjala e Allahut. E kanë besuar se ky Kur'an nesër ose ka me fol për tejet, ka me dëshmu për ty, se ti ke punu me të, ose ka me kene kundërta, ka me dëshmu kundra tejet. Sa musliman e lexojnë sot fjalën e Allahut subhanahu wa taala në Kur'an, wa qulu lin-nasi husna, dhe thoni njerëzve fjalët më të mira, e kur ta gjesh i flet fjalët më të këqija. Sa musliman e lexojnë sot porosinë e Allahut subhanahu wa taala, yusikumullahu fi auladikum, Allahu ju porosit për trashëgimnin për fëmijët e juj, dhe Allahu tregon në detaj se si ndahet trashëgimnia e besimtarit, ndërkohë që gjen një shumicë të madhe të muslimanëve, të cilët as që i njohin këto ajete. Allahu subhanahu wa taala librin e tij përmend me 10 herë: wa aqimus salata wa atuz zakat, faleni namazin dhe jepeni zakatin. E shumë prej muslimanëve akoma mendojnë se mjafton marrë mu falë taravih në Ramazan, e pastaj gjatë gjithë vitit ja kthen shpinën namazit obligativ 5 herë në ditë. Edhe në më pastaj që shumë prej tyne e ngatrojnë zekatin me sadakan, akoma nuk e kanë të qartë se zekati është shtylla e Islamit, pa të cilën nuk plotësohet besimi i njeriut, ndërkohë që sadakaja është diçka tjetër vullnetare dhe nuk e ka vlerën e zekatit. Allahu subhanahu wa taala drejtohet besimtarëve duke i thënë: "Wala taqrabu zina", dhe mos ju afroni imoralitetit. E sot sa musliman ka që ndoshta i mbajnë hapat që të çojnë tek ky gabim dhe tek ky gjunah i madh. Sa musliman sot ka të cilët e harrojnë fjalën e Allahut subhanahu wa taala: "Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann", o ju besimtarë, largojuni shumicës së dyshimeve dhe paragjykimeve, inna ba'da adh-dhanni ithm, sepse dyshimet dhe paragjykimet janë gjunah. E pastaj harron se kjo do të jetë pjesë e karakterit tij, dhe ndoshta i ndërton marrëdhëniet me të tjerë pikërisht mbi këto baza. Allahu subhanahu wa taala i thot besimtarëve: "Innamal mu'minuna ikhwa", me të vërtetë besimtarët janë vllazën. E sot ndoshta dikush prej përjetimeve negative që i ka pas, thot nuk bëhet punë me musliman. E të gjitha këto porosi, ti s'mundesh me e marrë bereqetin e Kuranit nëse ti nuk e lexon Kuranin me vetëdije, duke u ndalë te këto porosi dhe duke punu me ta. Ky është bereqeti i Kuranit. Kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'u. Ky libër e kena zbrit të bereqetshëm, po jo me e lexu dhe me e lanë dikun lart pastaj gjatë gjithë vitit. Fattabi'u, ndiqeni atë libër. Prandaj sahabët kanë thonë, dije se kur Allahu të drejtohet në ajet e të thojnë: "O ju që keni besu, kur ta lexosh këtë ajet në cilën do suret Kuranit, hapi vesht e syt mirë, sepse ajo që vjen mrapa ose ka me kënë porosi që të bën dobi ty në jetën tënde në këtë botë dhe në ahiret, ose ka me kënë dalesë për me të rujt Allahu prej të keqes në këtë botë në ahiret." Kur të jetojnë muslimani kështu me Kuranin, atëherë do të bëhet agjerimi së bashku me Kuranin faktori ndryshues në jetën e tij.
Dhe atëherë do ta shijoj atë që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ëmbëlsinë e imanit. Pa e kalu këtë fazë të cilën e kanë kalu dhe sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët kanë jetu me Kur'anin në çdo moment të jetës tyne, deri në detajet ndoshta më të imta, të cilat tek ne ndoshta sot janë të parandësishme. Kur i kanë pyet sahabët sa kohë ka kënë kur e keni marru namazin e teravive dhe të natës me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, deri sa keni bën sufër dhe ka hin sabahi, nuk kanë thonë 1 orë, as nuk kanë thonë 10 minuta, as 20 minuta, kanë thonë sa me i lexu 50 ajetet Kuranit. A i të kuptu? Parametri me cilën e kanë marrë kohën ka qenë Kurani. Sa kohë kanë kalu me të. E kur kanë jetu kështu, Allahu subhanahu wa taala i ngriti ata dhe i bani shembull për njerëzimin deri në ditën e gjykimit. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët janë më të mirë njerëz që kanë jetuar në tokë pas pejgamberëve, e fituan këtë pozitë pasi u lidhen ngushtë sinqerisht me librin e Allahut subhanahu wa taala. Elusim Allahu subhanahu wa taala, siç e ka lutur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me e bë Kur'anin pranverë të zemrave tona, largim të hallave dhe sekëldive tona. Wallahu taala